sot do ta fillojmë me një lidhje të drejtë për drejtë nga Biblioteka Kombëtare Pjetër Bogdani këtu në Kryeqytet. Nga atje do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë me Erionin, i cili pranë ka një shkrimtare të re, të themi relativisht të re, e cila sot promovon një libër shumë të veçantë për më të vegjëlit. Një libër që prezanton një super alpiniste që kemi, shumë të dashur dhe të suksesshme në Kosovë, dhe në të njëjtën kohë një libër i cili ka një qëllim shumë të rëndësishëm në vete që të bëjë fëmijët të duan dhe të vlerësojnë natyren. Por gjithsesi, detajet na i sjell në vazhdim Erioni. Erion, linja për ty. Faleminderit Edona. Ashtu siç e the edhe ti, momentalisht ndodhem në Bibliotekën Kombëtare, aty ku do të promovohet një libër shumë interesant. Fillimet e këtij libri do të jenë shumë interesante sepse pranë vetes kam shkrimtaren, zonjën Tuba Safqiu. Tuba, përshëndetje, dhe në anën time të djathtë kam Uta Ibrahimin që është alpiniste. Uta, Tuba, faleminderit shumë që jeni sot bashkë me ne. 5 vjet më parë lexuesit patën mundësinë që të shikonin në një këndvështrim shumë interesant lëvizjet e Utës teksa rritej nëpër male, teksa preku majën e Everestit, kurse tashmë vjen një dashuri ndryshe. Do të flasim për Utën në Sharr, dashuria për malin. Po në lidhje me gjitha këto do të bisedojmë me autoren edhe muzën e saj, Utën. Tuba, Uta, dua t'ju pyes, a mund ta theni që ky libër është një thirrje për fëmijët që duan natyrën, të duan malin, të duan shkencën natyrore, të duan kafshët? Patjetër, ai është kryesisht qëllimi i librit, edhe ne vetë kemi qenë fëmijë, duke u bazu prej përvojës tonë dhe kujtimeve tona, se cili fëmijë është i lidhur me natyrën, se cili fëmijë është i sjellshëm, i butë me natyrën, e ky libër ma tepër është një thirrje për gjeneratat e reja sidomos që ta mbrojnë, ta respektojnë edhe ta duan natyrën, sepse vetëm ashtu mundemi me pas një jetë lumtun edhe të shëndetshme. Uta, si muzë e këtij libri, karakteri kryesor? Unë dhe qenë jem. Po, pas publikimit të librit të parë Uta e Maleve, që vitin 2019, nëse s'gaboj, e kemi publiku, do më thonë prej atëherë, ai libër u patë bo si një libër shumë i preferuar, shumë fëmijëve, dhe bashkërisht me Tubën, para 2 viteve ndoshta kemi pas folë me bo edhe një libër 3, edhe mandej kemi ardhur tek ideja e librit Uta në Sharr. Krejt e din se sa shumë i du malet e Sharrit dhe sa shumë punë bëjnë në malet e Sharrit, qoftë në përmavim, qoftë në mbrojtje, edhe na kemi menduar që kjo është një mënyrë shumë e mirë se qysh me i pru fëmijët sa më afër maleve, edhe normalisht bashkë me ilustruesin e librit Qëndrimi e kemi jetësu këtë projekt, edhe sot jemi tepër të gëzuar që në këtë formë po e bojmë promovimin e librit. Uta ti e bën një punë shumë fantastike atje në malje, tash po i promovon edhe tek fëmijët. Po dua të ndalem edhe paksa tek libri. Libri përpos shkrimeve të bukura që Tuba na sjell, ka edhe ilustrime shumë interesante që i bën atraktive për fëmijët. Kush fshihet pas ilustrimeve? Na tregoj pak, Uta, na jep më shumë informacione. Ilustruesi është Qëndrim Hoxhaj, përndryshe është student i pikturës, student jo në fakt i diplomuar në pikturë, i cili tashmë veç ka filluar edhe me u marrë me digitalizimin e punës, edhe ka qenë bashkëpunimi ynë i parë me Qëndrimin, edhe disi ka qenë si një projekt shumë i veçantë edhe për hir se jemi bashku edhe unë si autore e re, do me thonë është libri i parë që po e shkruaj, edhe për Qëndrimin ka qenë libri i dytë, po i në një formatit të tillë ka qenë krejt e veçantë, edhe po është artist i vërtet, puna flet vetë, edhe ilustrimet të ngjallin shumë pozitivitet kur isha siç po shihet edhe këto në maskota edhe në të gjitha materialet tjera. Tuba përmendet digitalizimin, duke marrë parasysh kohët që po vinë, kaq shumë që po digitalizohet gjithçka. A do e presim librin edhe online? Ka ide të ndryshme për shumë projekte tashme, na shpresojmë shumë që me gjetë mbështetje me bo edhe animacion ndonjëherë Uta në Sharr, sepse është me të vërtet një historie shumë inspiruese, dhe kur shohim festivale dhe filma të ndryshëm animacione me tema të tilla që marrin çmime, kjo për ne është një motiv që edhe ne me promovu Kosovën edhe vendin tonë edhe jashtë, pse jo. Edhe shpresojmë që edhe ka mu përkthy në gjuhë tjera, edhe ka mu digitalizu, edhe me qenë i afërt për gjithë fëmijët.
Sa let dallohet dashuria mes Tubës edhe Utës, sa që për çdo gjë ja lën fare njëra tjetrës, kjo ka bu ma mirë, kjo ka ma mirë. Dua të ndalem tek ti Uta, në një libër kaq të bukur, cila është pjesa më interesante, nuk mund të me thonë se këtë libri duhet me qenë interesant, po cila është pjesa jote më e preferuar që gjen pjesë vetë? Tek libri po mendon? Absolutisht. Tuba, prap ajo që tha më herët, kam ri me e tregu tregimin qaq mirë, ndoshta edhe ka kalu dashnis tem që kam përshari. Kështu që e ka po, patjetër, unë me Tuba njifemi shumë vite përpara dhe kemi punu shumë projekte bashkë. Edhe tash veç ja dina njona tjetrës aftësit, edhe shumë letë është me bashkëpunu me Tubën. Po më unë si ide e kom pru të Tuba fillimisht edhe u mënu me strukturu pak librin, po më kër e ka marrë Tuba, u kom thonë wow, e ka bot tepër mirë. Sa e përket cila është pjesa favorite, gjithë shka është tepër e bukur e ilustrume dhe e shkrume, më pëlqen shumë pjesa zonave, ku në foli me zonat edhe me qiellin edhe me ariun polar, dhe më thonë është një tregim shumë interesant, se realisht unë pjesën tem, kur jam në përmale, foli me ato të mijat, me lula, me kafsh, me yje, tjera, edhe kështu që libri është komplet, është i bom tepër mirë, unë jam tepër e gëzume edhe pse për shembull libri Uta e maleve ka qenë libri i parë edhe më ka dhënë shumë energji të mirë dhe dashni. Libri Uta në sharë, me të drejtën me nëzis kom prit me marë edhe me pa, edhe me nëzis po pres, fëmit me lexu, edhe me na kthy komente, edhe me pas se çka ata po ndin në këtë libër. Prej Uta në male, në Uta në sharë, qka është kjo dashëria jote mes malit sharë? A ka diçka që ti e dën sharën pak ma shumë se tjerë? Jo, realisht nuk ka, veç unë e du tepër shumë, sepse aty i bëj ushtrimet e mia, aty kaloj kohën verës, dimrit, në skijem, vrapim, hiking, edhe po aty e kom gjetë dashurinë e jetës, ndoshta edhe ajo. Ndoshta. Dua të bëj edhe një pyetje. Uta i ka prekur shumicën e maleve në përbot. 14 majat më të larta në bot, po ka ngel edhe një për me përmbushat misionin kryesor që ja ke vendosë vetes. Blerja e këtij librit, a do të ketë sa do pak efekt në këtë udhtim, dua të pyes Uta? Po, pa tjetër, po mendoj, libri është mbështet prej Ministrisë Kulturës, Rinisë dhe Sportit, një pjesë, dhe një pjesë është mbështet nga Save the Children, mirë po një pjesë tjetër mbështetet prej shitjes së librave, për shkak se libri na ka kushtu ma shumë se sa mbështetja që e kemi marë, edhe pjesa tjetër kam me më shërby për me ngjit majën e fundit, komunisë dhe 3 javë, nuk më kam betë shumë kohë, edhe po shpresoj me kompletu projektin e 14 majave, qështë dhe tha, deri më tani janë 13 majat e ngjituna, shpresoj me ngjit edhe majën e fundit, edhe pse jo me pas një rekord ballkanik si personi i parë në Ballkan me këtë arritje. Kështu që krit ata që dojnë me blejeni e ndihmani këtë moment historik të alpinizmit shqiptar. Një super projekt që mezi presim të finalizohet, e tash pasi kjo do të ndihmoj në udhtimin e Utës, dua të ndalem te Tuba. Tuba, sa kushton libri dhe ku mund ta gjejnë qytetarët që ta blejnë? Ta ndihmojnë edhe iniciativën, po edhe ta shijojnë librin e bukur. Patjetër, përveç që ata, qysh e tha dhe Uta, e ndihmojnë një moment historik, po ashtu e marrin një dhuratë tepër të mirë për vete ose për fëmijët e vet. Është një rrëfim që nuk është i mirë veç për fëmijët, po edhe për të rriturit. Edhe ne vet duke ilustru, duke shkruar kemi mësuar gjëra shumë të reja, cilat pak Uta, pak disa konsulent tjerë që i kemi pas. Vetëm sot çmimi si libri si çmim promocional është 10 euro, ndërsa produkte tjera të cilat i kemi printuar dhe janë dalë shumë të bukura, edhe i kemi bërë me një çmim shumë më të shtrejtë, mirë po sot po i shesim të gjitha nga 5 euro. Kështu që të gjitha ata që vinë këtu, është shtandi ku vajzat munden me ju shërby me këto materiale tepër të bukura, që besoj çdo fëmijë ëndron me pas një dhuratë të tillë. Tuba, Uta, faleminderit shumë që ishit bashkë me ne, pas pak do të bëhet promovimi i librit, do të kujdesemi që të marrim pamjet dhe t'i sjellim gjatë ditës atje tek ju. Faleminderit shumë, Tuba. Faleminderit shumë juve. Uta, shumë faleminderit. Faleminderit. E dona, kaq kishim momentalisht nga minutat e parë para se të filloj promovimi i librit. Faleminderit shumë Erion për këtë lidhje të drejtë për drejtë. Suksese
Tubës dhe natyrisht edhe shumë suksese Utës në realizimin e projekteve të saj, mbi gjitha ato që të pushtoi 14 majat më të lartë të botës, ka mbetur vetëm edhe një, e tha edhe Uta, dhe blerja e këtij libri që do të ishte një pasuri në vete për fëmijët tuaj që t'i bëjnë të duan dhe të vlerësojnë më shumë bukuritë natyrore dhe malet e mrekullueshme që kemi në Kosovë, në të njëjtën kohë ndihmon edhe më shumë, në të njëjtën kohë doja të thoya që ndihmon edhe Uta në realizimin e kësaj ëndre të saj, po në të njëjtën kohë edhe në promovimin e alpinizmit në vendin tonë dhe jo vetëm.